lënia mbelesës është për mëkateve të mëdha, shumë të mëdha. Runa Zot që nëse një motër besimtare e re e plak, vdes pa mbelesë, punë t'i ka keq, shumë keq. Zoti ka rahmetin e madh gjithsesi, as që diskutohet për atë punë. E tani ka bë punë të mira tjera sa të dushë, namaz, agjerim, sadaka, morale, humanizëm, e sabër, durim, falënderim, këtë aty të Zoti gjinë në kupën asnjë. Por a e falë që ta, e dënon për këta, ta në nxjerr për xhenemit, edhe që në xhenet për të mira, është çështje e gjykatës suprem të ditës së Kiametit. Maliki Yawmiddin, e që është Allahu. Por ne, se Ahlus-Sunnah dhe Xhamat, qysh na mëson Allahu dhe pejgamberi i tij, që na shpjegojnë ulemat, njeriu i cili vdes me një mëkat të madh, në klapa, një grua pa mbulesë. Nëse thot nuk ka farz, këtë dunia del për dinit, nëse bën halal me zbulimin e flokëve, sikurse halal aq i bën alkoolin, ka vdek me mëkat të madh. Nëse din që haram, e pin që haram, e din që haram. E nëzëm vdekja pa pëndu këte dhe atë pa mbëles, punë t'i kanë te për keq. Nëse dënë Allahu e falë, është e drejtë e ti, shëtë Imam Tahaviju, po nëse dënë, e dënën, sa të dënë. Pse me bru punën me meritu xhenemin? Pse? Nësë mujtë më rujtë. Ose më ndonë për të seneve të volën e këni mes, po i më rujtë. Që thash për ata, më këthin ata që thash, nuk mëna me qenë perfekt. Apo, që të kthejet kja. Andaj, a jem kandidat për xhenem për gjunahet tona, po. Por, o nuk du të bëna kandidat për xhenem që pira ki. Ose që vras njëtë, ty për takë mëra kur. O nuk du të bëna kandidat në për xhenem se pi drog. Ose pse shpionej mes njerëzve me shti njerëz më vra mes veti. Ose me bë zina. Jalla njetë se kam. Ose bë kandidat për xhenem, ose bë. Vërtet Zoti ka rahmetin e madh. Nuk diskutohet e punë, për ashtu edhe të vrasë Allah ka rahmetin e madh. Ne edhe njeriu i cili e vret vetën e vet, a garantojmë se xhenem? Asnjëherë. Njeriu i cili e vret tjetrin, a garantojmë se xhenem? Asnjëherë. Ajeti kuranor është shumë i ashpër për atë që vret robën pa faj, por megjithatë, a ka mundësi me falë Zoti? Ka mundësi me falë Zoti. Sepse Allahu ka thënë në Allah la yakfuru shirka bih, wa yakfuru ma duna dhalika liman yasha. Allahu vetëm një mëkat nuk e fal. Nëse vdes robi me një mëkat, shirkon, respektivisht kufrin, tjerat